Teksa në kuvend, mazhoranca dhe opozita po përplasen për afatet e shqyrtimit të kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Balluku, prokuroria e posaçme vijon me mbledhjen e provave dhe dëshmive për t'i bashkangjitur dosjes voluminoze që ka në dorë. Burime konfirmojnë se me vendim të gjykatës së posaçme, agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit kanë ushtruar kontrolle ditët e fundit në disa zona ku përfshihen edhe biznesmen, emrat e të cilëve mbeten të rezervuar. SPAK nuk ka konfirmuar ende për masa sigurie, ndërsa në këto kontrolle, Byroja Kombëtare e Hetimit është mbështetur edhe nga policia e shtetit. Ndërkohë, anëtarët e opozitës në Këshillin e Imunitetit u paraqitën këtë të premte për të zhvilluar mbledhjen e kërkuar për shqyrtimin e kërkesës së SPAK, por për shkak se kjo e premte u caktua pushim zyrtar nga qeveria, dyert e kryesisë i gjetën të mbyllura. Partia Demokratike akuzoi kreun e kuvendit Niko Peleshi se ka marrë në mbrojtje Ballukun, për të cilën SPAK-u ka shpërndar deputetëve të Këshillit dosjen me 16.000 faqe. Sipas dosjes, Balluku veçmarrjes se pandehur për tenderin e tunelit të Llogaras dhe për lotin 4 të Unazës së Madhe, po hetohet edhe për disa tendera të tjerë, si dhe një koncesion.